Lëvizja e legalitetit ka organizuar aktivitetin me titull Kthim tek rënjët, një veprimtari me karakter historik, përkujtimor dhe adhetar, e cila synon të rikthejë në vëmendje vlerat kombëtare dhe të nderojë figura adhetare të qarkut Korç për kontributin e tyre në shërbim të atdheut. Korça ka pas gjithë ato vlera intelektuale, mund të themi se është kënaqësi për Korçën, sepse dy kryeministrat qeverisjes së Zogut kanë qenë nga Korça, zoti Koço Koto, Pandelia Evangeli, ndërkohë dhe kryetari i Asamblesë Kushtetuese. Nga Korça kemi ka rrenjët himni mbretëror me tekst të Kristof Loqit dhe me muzikë përsëri të një artisti korçar. Dhe janë të gjitha ato figurat e tjera patriotike të cilët kanë kontribuar përgjatë këtij një shekulli, siç e thash, në shtetë shqiptare. Shqipëria ka 100 vjet histori lidhur me historinë e Mbretërisë shqiptare dhe unë si trashëgimtar dhe princi shqiptarëve jam i detyruar që të jem minjos. Minjos ndaj të gjitha ato familje që kanë dhënë ato ndihmën, mbështetjen, po mbi të gjitha besimin ndaj familjes sonë. Përmes këtij aktiviteti, organizatorët synojnë të vlerësojnë dhe promovojnë figurat që me sakrificën dhe përkushtimin e tyre kanë kontribuar në ruajtjen e vlerave kombëtare dhe në forcimin e ndjenjës adhetare ndër breza. Është vlerësimi i veçantë. Kemi, domethënë, gjithë jetën në përburgje, nuk ka nder më të madh se sa të marrim një dekorat nga një parti që është e vetmja që ndërtoi shtet. Është Nevruz Golka, Dervish Bejko, Vasko Rgocka, ta të tre janë të përndjekur politik dhe do marrin të gjithë të tre nga një dekorat nderi. Jam i kënaqur domethënë shumë me këto medalje që do t'i japim babait tim në radh parë. Ndihem shumë i emocionuar që do marr dekorat unë nga ana e babait tim. Ceremonia shërbeu dhe si një hapësirë dialogu dhe vlerësimi për historinë, traditat dhe figurat që kanë lënë gjurmë në jetën shoqërore dhe kombëtare.